Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë në ceremoninë e diplomimit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, ku diplomua brezi më i ri përkthyesve, mësuesve dhe gjuhëtarëve. Në fjalën e saj, ministria theksoi rëndësinë e arsimit si faktor kyç për zhvillimin e vendit dhe përgatitjen e profesionistëve të rinj në fushën e gjuhëve të huaja. Fokusi ynë në këtë mandat është i qartë, ndërkombëtarizimi i universiteteve shqiptare dhe profilizimi i tyre, duke forcuar bashkëpunimin me universitetet europiane, deklaroi Kumbaro. Rikthim shumë i bukur, por kuptoj që një traditë e nisur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, që kur unë isha studente, quhej Fakulteti i Historisë Filologjisë, dhe këtu shikoj prap tani që e kthej kokën shumë kolegët mijat të anglishtes, një pjesë i kam pasur student, një pjesë koleg, bashkohës. Më vjen shumë mirë që rigjendemi në një ditë shumë të shënuar për ju edhe për prindit tuaj. Ministria Kumbaro vlerësoi rolin e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja në përgatitjen e specialistëve të komunikimit ndërkulturor dhe nënvizoi se investimi në dije mbetet një nga prioritetet e politikave arsimore. Janë 2 breza që diplomohen sot në bachelor edhe në master. Të dish një gjuhë të huaj sot, të dashur student, nuk është në një çudi. Kudo që shkon sot në për Shqipëri, takon njerëz që punojnë në profesionet ndryshme dhe flasin gjuhë të huaja. Por ju keni zgjedhur me dëshirë dhe keni bërë një zgjedhje shumë bukur që gjuhën ta keni profesion. Edhe kjo është një merit sa e prindërve tuaj që ju kanë besuar në ato korridore, po aq edhe gjithë trupes pedagogjike të Fakultetit Gjuhëve të Huaja që përcjell një traditë shumë të ershme, shumë të bukur për disa prej profesorëve që na ka mësuar ne. Në përfundim, ministria uroi studentët e diplomuar për arritjet e tyre dhe i inkurajoi të vijojnë zhvillimin profesional në fushën që kanë zgjedhur.